Tu ngjatë jeta fëmijë, mendoni këtë, jeni në klasë dhe jeni shumë të mërzitur, por pastaj ju mendoni të hapni një libër. Dhe wow, papritur një dritë magjike shfaqet dhe një botë magjike hapet para syve tuaj. Ju hyni brenda dhe çfarë po mendoni? Ju po fluturoni mbi një dragua. Po, ju po fluturoni me një dragua në përqell, duke kaluar kështjella që prekin rretë, kalorës të guximshëm dhe princesa të bukura që po ju përshëndesin nga dritaret. Por prisni, ka më shumë për të parë, ju po udhëtoni në një anije kozmike dhe po eksploroni galaktikën, yje që shkëlqejnë, planete misterios dhe wow! S'do të kishit imagjinuar kurrë, madje edhe alien, çdo faqe që ktheni ju çon në një botë të re, njëra më e bukur se tjetra. Në çdo vend që shkoni, takoni personazhe që keni ëndërruar, takoni kafshë që flasin, magjistar të mirë dhe të këqij dhe robot me superfuqi. Çdo histori për rallë tregim është një udhëtim magjik, njëra më e bukur se tjetra. Më në fund mbyllni librin dhe jeni përsëri në klasë. Por çfarë mendoni këtë herë? Ju nuk mërziteni. Dhe busqeshni e mezi prisni të ndjeni të gjitha historitë e mrekullueshme me shokët tuaj. Kur ti lexon një libër, ti bësh një autor, lexues, shkrimtar, udhëheqës, mendimtar, ëndrimtar, eksplorues, studues dhe aventurier. Pra, fëmijë, herën tjetër që ndjeni të mërzitur, thjesht mbani mend. Një libër është bileta juaj më e mirë për aventurat magjike. Hapeni librin tuaj dhe le të fillojë udhëtimi magjik. Lexim të këndshëm.